إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وصلاه وتسليما كثيرا اما بعد ولقد قال الله عز وجل في تنزيل الحكيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ska dyshim se të gjitha falenderimet, lëvdatat, bindjet, për uljet, nënshtrimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, Allahun e gjithë pushtetshëm, Allahun krijuesin e gjithë shkaje. Atë falenderojmë për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut të lartë madhëruar për çdo të keqe që kemi punuar, vepruar me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë rrugë kaq madhështore, nuk ka askush që ta largojë dhe të orientojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk prek udhëzimi i Allahut Azza wa Jall, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe vërtetoj dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë mbi më të mirën e krijesave, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Thot Allahu i lartë madhëruar në librin e tij fisnik: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojini Zotit tuaj me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu t'i friksojeni, dhe mos t'ju gjej vdekja veçse duke qenë në fen e vetme, pra në Islam veçse duke qenë musliman. Dhe thot përsëri Allahu xhele xhelalu: o ju besimtarë, ju që keni besuar, gjithmonë flisni të drejtën, të vërtetën. Se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu do t'ju ndihmoj, do t'ju përmirësoj çështjet tuaja, do t'ju korrigjoj punët tuaja. Dhe ai i cili bindet Allahut xhele xhelalu dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai ka korrur një fitore madhështore. Të nderuar besimtar, Allahu Azza wa Jall me urtësinë dhe mirësinë e tij na ka treguar rrugë sado të shkurtra janë ato, janë rrugë të arta, janë rrugë të ndritshme, janë rrugë që e shpëtojnë robin, janë rrugë që afrojnë robin sa më shumë me krijuesin e vet Allahun xhele xhelalu. Dhe s'ka dyshim këto rrugë janë adhurimet që ne si musliman
i kryejmë karshi Allahut subhanahu wa ta'ala, por se ne në disa raste neglizhojmë, jemi neglizhent dhe nuk e kuptojmë vlerën, fuqinë, peshën e madhe që mbartin këto adhurimet. Dhe unë do ta sjell një adhurim, sado në dukje është i vogël, po pasha Allahun ka një peshë të madhe dhe fuqi madhështore dhe marramendse. Dhe s'ka dyshim është të përkujtuarit Allahut subhanahu wa ta'ala, apo siç njihet tek ne dhikri. Thot një prediktarëve të mëdhenj që ka pasur historia islame, dhe i ka qenë Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu mëshiroft. Dhikri është stacion i të devotshmëve për të pajisur me furnizim që do ta mundsoj vazhdimin e rrugës drejt Allahut xhele xhelalu, rrugës drejt Allahut dhe ahiretit, botës tjetër. Është ushqimi më i mirë shpirtëror, prej të cilit gjithmonë ushqehen adhuruesit e Allahut. Ta dini se dhikri të përkujtuarit Allahut është tregtia më fitimprurse e besimtarve. Kush pajiset me dhikr, ta di se ka arritur dashurinë e Allahut xhele xhelalu, kurse ai i cili nuk e posedon këtë adhurim, privohet nga afërsia e Allahut xhele xhelalu. Dhikri është gjallëria e shtëpive të devotshme, që nëse ndërpritet dhikri në ato shtëpi, ta dini se ato shtëpi mbeten të shkreta. Dhikri është arma me të cilën luftohen kush? Djajt, shejtanët. Dhikri është ilaç i shpirtrave. Dhe nëse mungon, çfarë ndodh? Devijojnë zemrat. Është lidhja nëpërmjet tyre dhe Zotit të fshehtësive, me të cilin largohen kush? Problemet, belat dhe zvoglohen fatkeqësit. Dhikri është adhurim i zemrës dhe i gjuhës, dhe nuk ka ndonjë pozit apo kohë të caktuar. Allahu Azza wa Jell na tregon në librin e tij Fisniku, thot: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ata janë besimtarët e drejtë, të cilët e përkujtojnë Allahun në çdo moment, në çdo vend. Kur janë ulur në këmbë, janë shtrirë, apo janë hipur në ndonjë mjet. Pra ti mund të kujtosh Allahun në çdo moment. Është shumë e thjeshtë dhe e lehtë për ty, robi i Allahut. Ashtu si xheneti është tokë pjellore, të cilën besimtari vazhdimisht e mbjell me dhikr, po ashtu edhe zemra është vend si tokë e shkretë. Dhe dhikri, çfarë bën të nderuara vëllezër dhe motra? Është ai që e gjallëron zemrën, u jep shkëlqim zemrave, i pastron ato, pasi kanë qenë ndryshkura. Është melhem, ilaç i zemrave, i shëron ato kur sëmuren, sepse Allahu xhele xhelalu na tregon në librin e tij Fisniku, thot: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ela bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Janë ata të cilët besuan Allahun subhanahu wa ta'ala dhe u qetësuan zemrat e tyre me çfarë? Me të përmendurit e Allahut xhele xhelalu. Edhe s'ka dyshim se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Me përmendjen e Allahut bashkohet zemra dhe gjuha.
dhe atëherë ai person haron gjithçka përveç Allahut. Me dhikr largohet mbulesa e errësirës së mëkateve nga zemra. Largohet shurdhimi i veshëve nga mosdëgjimi i argumenteve të Allahut. Largohet belbëzimi nga gjua dhe errësira nga syt. Ka thënë një prej të parëve tanë të mirë, Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroft, kërkojeni ëmbëlsinë e imanit të besimit në 3 gjëra. E para, me namaz. Kur do herë fal namaz? E dyta, me dhikr, me përmendjen e Allahut xhele xhelalu. E treta, në leximin e Kur'anit famlar. Dhe thot, nëse nuk e gjeni aty ëmbëlsinë e imanit të besimit, atëherë dijeni se dera është e mbyllur. Kur njeriu të bindet se s'mund të ketë udhëzim për të veç se ndërmjet suksesit të dhënë për Allahut, atëherë ta shtoj sa më shumë ka përmendjen e Allahut xhele xhelalu, siç thamë se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Nëse zemrat qetësohen, rigjallërohen, nëse ato nuk qetësohen, nuk rifreskohen, duke mos u bërë të gjalla dhe aktive nga mos përmendja e Allahut. Nëse ato freskohen me përmendjen e Allahut, ta di se zemra bëhet më e fortë në komandimin e gjymtyrëve dhe ndjenjave të njeriut drejt kujt, drejt mirësive, drejt hajrit. Po si ti përmirësojmë këto zemra, nderuar vëllezër dhe motra? E para, ato përmirësohen duke i përmbushur obligimet fetare. Duke i kryer obligimet që Allahu xhele xhelalu na ka urdhëruar për t'i kryer. Mos t'i anashkalojmë. Mos t'i neglizhojmë. Se në këtë mënyrë harrihet suksesi. Ndryshe nuk ka sukses. Përmirësimin e zemrave e bëjnë edhe veprat vullnetare na file. Nga më të shumta që janë ato, njeriu ka mundësi të zgjedhë vetë se t'i kryej. Se në këtë mënyrë do t'i përmirësoj zemrat dhe do të distancohet nga çdo gjë që Allahu Azza wa Jell nuk e kënaq dhe do të jetë i bindur se çdo lloj force dhe ndryshimi vjen vetëm për Allahut Azza wa Jell. Duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi, nderuar vëllezër dhe motra, dhikreve të ndryshme, sidomos kur hyn e del nga shtëpia. Është i broshurë e vogël, mburoja muslimanit, të gjithë padyshim e dispononi. Kush nuk e disponon, ne inshallah ja u sigurojmë. Aty i keni të gjitha dhikret që ka bërë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij të përditshme. Kur hyn e del nga shtëpia, përmend Allahun në fillim dhe në përfundim të ushqimit, në fillim dhe kur mbaron abdesin. Le ti edukojmë zemrat tona, vetet tona me vazhdimsinë e thënieve të këtyre dhikreve. Një tjetër për të parëve tanë të mirë na këshillon dhe na nxit në përmendjen e Allahut në çdo kohë, ku thotë: "O lazim dhikrullahi fi kulli waqt." Duhet padyshim është domosdoshmëri përmendja e Allahut në çdo kohë. Çfarë do të thënë në çdo kohë? Ashtu siç e përmendëm në fillim ajetin e Kur'anit që Allahu xhele xhelalu na tregon ku tha: واذكروا الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ata të cilët përkujtojnë Allahun kur janë ulur në këmbë, shtrirë. Pra në çdo moment, në çdo kohë, hipur në mjet, duke ecur brenda apo jashtë,
pra të përmendurit rregullisht në çdo kohë. Prej dobive madhore të dhikrit është se nëse robi merret me dhikr, çfarë do ndodhit nderuar vëllezër dhe motra? Ka për të larguar nga thashë themet prej cilave zorë se të shpëtoj njeriu dhe nuk ka asnjë lloj dobie. Sepse gjua është krijuar për të folur. Por duhet pasur kujdes se çfarë flitet. Ashtu si thot Allahu xhelle xhelalu në librin e tij Fisnik, ma yelfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Nuk ka asnjë fjalë që del nga goja e njeriu që mos ketë për të një vëzhgues që shkruan, regjistron. Nëse ajo preokupohet me përmendjen e Allahut, atëherë nuk do të merret, ka thënë filani apo fisteku. Nuk do t'japi rëndësi atyre, thashë them, najave që e largojnë nga mëshira e Allahut dhe e fusin në një rrezik të madh. Nëse ajo nuk e përmend Allahun, ta dini se ajo thahet dhe merret me çdo gjë të kotë dhe humbje. Prandaj kërkohet nga njeriu që t'ja mësoj vetes së tij kujdesin për përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Se si tham, dhikri e ndalon personin nga përgojimi, nga thashë them najat dhe nga çdo fjalë që e shkatërron fenë e tij. Në përmendjen e Allahut gjendet mbrojtja e njeriu dhe siguria e tij nga të këqijat. Prandaj ta shtojmë përmendjen e Allahut xhelle xhelalu sa më shumë. Le të themi la hawla wala quwata illa billah, që do të thotë nuk ka forcë as ndryshim tjetër përveç asaj që vjen nga Allahu Azza wa Jall. Pra la hawla wala quwata illa billah. Sepse kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë, që transmetohet në Sahihul Buhari, ka thënë innaha kanzun min kunuzil janna. Pra kjo fjalë, ky dhikr, la hawla wala quwata illa billah, është kuror, thesar prej thesareve të xhenetit. Prandaj Allahun azza wa jalla lutim na bëj ne për banorëve të xhenetit. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, dhe paqet dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, ashtu siç e përmendëm edhe në hutbën e parë, pasha Allahun, dhikri ka një fuqi madhështore. Ka një peshë jashtëzakonisht të madhe. Dhe këtu do ta mbyll ligjëratën e sotme me një histori të vërtetë që ka ndodhur me një prej të parëve tanë të mirë, i cili ka qenë një prej 4 imamllarëve të mëdhenj, Imam Ahmed ibn Hanbal, Allahu e mëshiroft, i cili është quajtur dhe imami i ehli sunetit. Një ditë ky i nderuar e merr rrugën për të shkuar në një qytet tjetër, por se e zuri nata dhe deshi që të strehohet në një prej xhamive që gjeti aty pranë. Por ndodhi që përgjegjësia e asaj xhamie ose roja e asaj xhamie nuk e lejoi që të qëndronte në xhami. Dhe doli jashtë imami nderuar në oborrin e xhamisë. Po as aty nuk e lejoi.
por ai ishte një prej dietarëve më të mëdhenj të kohës. Dhe me modestinë e tij nuk i tha atij që ore o shikoti se un jam Imam Ahmedi. Çfarë duke bërë? Por nuk foli dhe u largua dhe nga obori i xhamisë, po ishte natë. Ftohtë, s'kishte ku të shkonte. Dhe aty pranë ishte një furxhi, një bukpjeks, i cili e pa dhe e thiri e mori pranë atje ku pishte bukët. Dhe e shef Imam Ahmedi këtë besimtar, këtë furxhi, i cili pishte bukët dhe bënte dhikr. Thoshte subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber. Gjithkohës e lartë e gjuhën e tij me dhikr. Dhe u habit Imam i madh me këtë besimtar të thjeshtë. Dhe e pyet ti gjithmonë kështu vepron? Po, i thot, gjithmonë unë kështu veproj. Sepse me këtë mënyrë është një farë lutje që unë ja bëj Allahu xhele xhelalu. Dhe vallahi thot Allahu më ka pranuar çdo dua që e kam bërë përveç njerëz. U habit Imam Ahmedi tha. Cila është ajo? Vallahi tha çdo duaja kam bërë Allahut që të ma pranoj vetë se një dhe ajo është o Zot ma mundëso të takoj Imam Ahmedin. Subhanallah. Qau Imam i madh. Qau dhe i tha unë jam Imam Ahmedi. Pra dhikri jote beri roje mos më lërë mua në xhami, mos më lërë në oborin e xhamis. Në sjelli të ty. Pra shkurtimisht nderuar vëllezër dhe motra, shihni fuqinë e madhe që ka ky adhurim madhështor. Prandaj çfarë na kushton? Thjesht thoj 100 herë në ditë astaghfirullah, o Zot më fal. Se është transmetuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pakta që ka kërkuar falje Allahut në ditë ka qenë 70 herë ose 100 herë. Thoj subhanallah, Allahu ekber, la ilaha illallah. La hawla wala quwata illa billah, që përmendëm. Vallahi se do ta shikosh ndryshimin me sytë e tu. Prandaj nuk dua të zgjatem shumë, por ta kuptojmë dhe ta mendojmë thellë rëndësinë e madhe që kanë këto të nderuar vëllezër dhe motra. Prandaj lut Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute na bëjnë për atyre të cilët e përmendin sa më shpesh Allahun xhele xhelalu. E lutim Allahun na bëj për banorëve të xhenetit Firdeus. E lutim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, në Gaza, të cilët po vuajnë nga dita në ditë. O Allah, lehtësoj atyre dhe ata që janë shkak për atë fitnë të rrazir. O Allah, jepu një ndëshkim të ashpër në këtë dynjë dhe në ahiret. E lutim Allahun të ndihmoj të gjithë në mbar botën që janë, të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë, o sallallahu ala sejidina Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi athar, wa tabi'in al-akhyar, ya wahidun ya qahar, faghfir lana